Djalë është lindja e parë e vitit 2026 në Vlorë. Amari erdhi në jetë pas dy vajzave të familjes dhe tashmë bashkë me nënën gëzojnë shëndet të plot. Foshnja e parë është pasuar edhe nga 5 të tjerë deri këto 5 janar. Shefja e maternitetit të Vlorës, Sofika Xhelili, thekson se shpresohet që të ecet me ritme të mira sa i përket lindshmërisë në këtë vit të ri. Megjithatë, ajo thotë se ka një stabilitet. Vlora nisi me një lindje me një djalë që e quanin Amar, që gëzon shëndet të plot bashkë me nënën e tij, i cili erdhi pas dy vajzave. Dhe gëzojnë shëndet të plot, kanë dalë aktualisht janë në shtëpi. Dhe i urojmë dhe atyre një mbarësi. Pastaj është vijuar me lindje të tjera, deri tani janë bërë 6 lindje me gjithë ditën e parë. Të shpresojmë që të eci me ritëm më të mirë se vjet, për të thënë që kjo botë ka shpresë për bukuri. Kush dominojnë? Në përgjithësi në 50 me 50 ishin vjet, po dhjetori ishte vetëm 5 të fundit ishin goca, mbase këto fillon vetëm çuna dhe është një lloj stabiliteti që themi për të dy gjinit. Deri më 5 janar në maternitetin e Vlorës janë lindur 4 djemë dhe 2 vajza, ndërsa sipas shefes së maternitetit, mjekes ginekologe Sofika Xhelili, nuk ka rënje drastike të numrit të lindjeve, krahasuar edhe me vitin 2024. Nëse bëjmë një krahasim me vitin 2025 dhe vitin paraardhës, në vitin që sapo mbyll, në maternitetin e Vlorës erdhën në jetë 670 foshnje. Deri tani janë 4 çuna dhe 2 goca. Që janë në lindje, po. Cilat janë pritshmëritë për mëtej? Mund të kemi? Me fjalë ideja është kjo që ne nga viti në vit kemi një stabilitet, paktën nuk kemi rënje drastike, por të shpresojmë dhe të shërbejmë mirë dhe derën gjithmonë do ta kemi hapur për të shërbyer sa më mirë. Nëse do të krahasojmë edhe me vitet e tjera, 2025-ën ka patur një rritje të numrit të lindjeve? Po, këtë vit ne ishim pothuajse nuk kemi rënje, por në një rritje të madhe jo, por nuk kemi rënje, domethënë 600-700 ishin vjet, 650-670 jemi si vjet. Ndërsa këtë vit që aktualisht po ke filluar mbar, të themi të shpresojmë. Pritshmëritë për maternitetin e Vlorës janë pozitive edhe këtë vit, ndërsa trendi ka një stabilitet, pavarësisht se nuk kemi rritje të numrit të lindjeve, por gjithsesi numri mbetet stabil.